Jo gjë tjetër. Në botën e fuqive të mëdha, tradhtia nuk vjen kurrë me zhurmë. Ajo vjen me një buzëqeshje diplomatike, me një shtrëngim duarsh në Pekin dhe një marrëveshje të heshtur pas dyerve të mbyllura. Pyetja që është sot duke tronditur kancelaritë sekrete nga Washingtoni deri në Teheran është vetëm një. A e ka shitur Kina Iranin? Në sipërfaqe, gjithçka duket e qartë: aleancë strategjike, miliarda dollar, naftë dhe një front i përbashkët kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por, vizita e fundit e Donald Trumpit në Kinë ka zhveshur një tjetër të vërtet të egër. Në tavolinën e lojës gjeopolitike, Irani nuk ishte më në dhomë, por ishte në çdo dosje sekrete të energjisë dhe të sigurisë globale, në bisedimet Trump-Xi Jinping. Apo përdoret Teherani thjesht si një kartë presioni mbi tryezën e Trumpit? Sot do të shkojmë përtej propagandës dhe tymit dhe kamerave zyrtare. Zbërthejmë kodin e një marrëdhënie ku nuk ka fare besnikëri, por vetëm llogaritë ftohta, sepse Kina e do naftën e Iranit, por nuk do kurrë luftën e Iranit. Mirë se erdhët në fillimin e një rendi të ri botror. A e ka përdorur Kina Iranin si një kartë për nevojat e saj, dhe pse Kina edhe është edhe s'është me Iranin? Kjo është pyetja e madhe. Ç'është kjo aleancë e akullt? Pas kësaj fshihet një tjetër pyetje akoma më e thellë dhe akoma më e rrezikshme. Është Kina vërtet aleate e Iranit apo vetëm një partner interesi? Ndryshe nga që thot propaganda këtu vërtall. Në sipërfaqe, gjithçka duket sikur është e qartë. Marrëdhënie të forta, lidhje shpirtërore, marrëdhënie diplomatike, ndihmë kundër Amerikës, bashkëpunim ekonomik, naftë pa hesap nën çmimin e tregut, qëndrim i përbashkët kundër presionit amerikan. Kjo është ajo që duket. Por në botën e fuqive të mëdha, sipërfaqja është gjithmonë një mashtrim i madh. Këtë mos e harroni kurrë. Dhe e vërteta nuk thuhet kurrë në kamera, thuhet brapa kamerave. Vizita e Donald Trumpit në Kinë nuk ishte as pak një vizitë e zakonshme. Dhe unë do t'ju shpjegoj tani se përse kjo. Nuk ishte thjesht një shtrëngim duarsh midis Donald Trumpit dhe Xi Jinpingut. As nuk kishin bënim me një takim protokollar. Ishte një test i madh gjeopolitik. Një test të cilin duhet ta kalonin të dyja palët bashkë. Një test i marrëdhënies mes Kinës dhe Iranit. Një test në shumë fusha, një test i ekuilibrit të lindjes së mesme. Një test për të gjitha, për gjithçka, për rendin e ri botror. Një test për të ardhmen e ngushticës së Hormuzit. Kur Trump mbriti në Pekin dhe zbriti Air Force One atje, bota u shokua dhe po priste. Tarifa, tregtia, konkurenca, shëbakin, përplasja e madhe. Por, pas toneve të ftohta diplomatike, ekzistonte një dosje që nuk u shfaq për askënd. Ishte dosja e Iranit. Irani nuk ishte në dhomë aty prezent fizikisht, por ishte kudo, në çdo frymëmarrje të Xi Jinping dhe Donald Trump, në çdo fjali për naftën, në çdo diskutim për energjinë dhe Hormuzin, në çdo analizë të stafit të Trump dhe të Xi Jinpingut për rendin e ri global. Ishin iranianët në çdo heshtje të diplomacisë globale, sepse Irani sot nuk është më shtet rajonal, po i kalon për masat, është një nyje gjeostrategjike që kontrollon Hormuzin dhe një pikë e fortë presioni që po din ta kontrollojë ende. Një valvull që mund të ndryshojë ekonominë globale dhe ekuilibrat gjeopolitik strategjik global. Dhe këtë çelës nuk e ka vetëm Irani. Kina është njëri nga çelësat e rëndësishëm të kësaj brave të komplikuar të lojës së madhe, sepse Kina është ajo që e blen naftën iraniane me çmime shumë të lira, sepse Kina mban marrëdhënie të forta me Teheranin, por se prish as me Izraelin as me Amerikën, dhe sepse Irani nën sanksione ka nevojë të frikshme për Kinën,
deri në një kohë të pacaktuar. Dhe këtu fillon loja e vërtet e Kinës dhe Iranit. Trump nuk shkoi në Kinë vetëm për tregtin, duhet ta kuptoni. Ai shkoi atje për një mesazh të heshtur, por të qartë fare. Ju keni ndikim mbi Iranin miqtan kinez, përdoreni atë tani. Sepse nëse ka një pikë ku bota mund të ndizet me njëherë, i thanë Amerikanët kinezve, ajo është pikërisht ngushtica e Hormuzit. Një korridor i ngushtë detar që ka shokuar gjithë botën, por me peshë globale të jashtëzakonshme. Një arterie ku kalon një pjesë e madhe e naftës botërore, 20-30%. Nëse ajo ngushticë destabilizohet dhe del nga kontrolli, nuk është vetëm lindja e mesme, ajo që do të rënditet, por është e gjithë bota. Janë tregjet globale ato që do të rënditen. Është energjia globale ajo që do të rënditet. Është transporti global ai që do të rënditet. Dhe do të rënditen çmimet e madhëra në supermarketin tënd. Ekonomia e çdo familje në botë do të rënditet. Dhe Irani e di shumë mirë këtë. Dhe e di që e ka këtë kartë. Prandaj, Hormuzi nuk është thjesht gjeografi, është një kartë e fortë presioni. Është një kartë dhe një as në mëngën e Iranit. Është një gjuhë, është një kod geopolitik dhe ushtarak dhe ekonomik, është një sinjal force. Por paradoksi është më i thellë se Hormuzi, sepse kjo kartë nuk është plotësisht e lirë në duart e Iranit. Karta e fortë e Iranit ka varësi tjera. Pse? Sepse Kina nuk ka interesa që kjo kartë e Iranit të përdoret deri në fund, derisa ta hedhë situatën në erë. Kina ka nevojë për naftë, por edhe për stabilitet. Ka nevojë për naftë të vazhdueshme, por edhe për tregjet e Amerikës dhe të Europës. Ka nevojë për rrugë të hapura tregtare. Ka nevojë për shumë çka. Dhe mbi të gjitha, Kina ka nevojë për paparashikueshmëri. Kina nuk do luftë me gjirin persik. Kina nuk do mbyllje të Hormuzit. As ka për ta lejuar këtë. Kina nuk do rritje të pakontrolluar të çmimeve të energjisë. Le ta themi me një fjali shumë të thjeshtë. Kina do naftën e Iranit, miq, shkurt. Por Kina nuk e do luftën e Iranit. Dhe këtu lind pyetja që e trondit të gjithë analizën. A e ka shitur Kina Iranin në takimin me Trump? Përgjigja është pak më komplekse se sa të thuash po ose jo. Kina nuk e ka shitur Iranin, por i ka vendosur kufi të qartë. Kina nuk flet me Iranin me emocione, as për Imam Mehdiun, as për Ayatollah Khamenein, as me ideologji, as me doktrinë shiite, as me besnikëri, as me islam, as me budizëm, as me krishtrim. Kina flet vetëm me interesa. Mesazhi kinez është akull i ftohtë. Kinezët durojnë shumë Sun Tzu, durim strategjik. Na duhet nafta juaj, miqtan të Iranit, ne e kundërshtojmë dominimin amerikan në lindjen e mesme, por nuk duam luftë. Mos na kërkon ne Kinës të sakrifikojmë ekonominë tonë për hallet e Iranit. Në pamje të parë, kjo nuk është një tradhti klasike. Kjo është logjika e mirëfillt e fuqive të mëdha. Kina nuk është armike e Iranit, por as mike e saj. As aleate e verbër e Iranit. Kina nuk është mbrojtëse e kërkujt. Kina nuk është bamirëse, as Amerika, as kërkush. Ata janë fuqi. Ato janë fuqi globale që bëjnë llogari për gjithçka. Në qoftë se Irani në këtë moment i shërben aleancës dhe balancës të fuqive në lidhjen e mesme, Kina e përdor. Nëse Irani shndërrohet në rrezik për stabilitetin, Kina e lëshon dhe e shet në sekond, madje distancohet publikisht. Ose ushtron presion në raste të tjera. Trump e mori këtë vesh, këtë kod nga Pekini dhe u përpoq të sillej në 3 drejtime. Të paralajmëronte Iranin nga Pekini, të stabilizonte njëkohësisht tregjet dhe të tregonte brenda SBA-ve, brenda Amerikës, se Kina mundet të ndikojë mbi Iranin nëse e bindim atë. Problemi është që kinezët nuk i dhanë Donald Trumpit atë që kërkoi.
Kina nuk i ndërpreu marrëdhëniet me Iranin. As nuk e ndërpreu blerjen e naftës së Iranit. Kina thjesht i tha Trumpit, ne nuk do të bëhemi instrumenti i Washingtonit. Por kinezët as nuk i dhanë Iranit garancit pa kushtëzuar. Dhe kjo është Kina. As përplasje totale, as aleancë totale. Diçka në mes, ku është interesi kinez. Një fuqi që i mban të hapura të gjitha dyert me ftohtësi dhe gjakftofsi. I lë të tjerët të varen prej saj, po jo ajo të varet prej tjerëve. Dhe të shohim pak anën tjetër të monedhës. Irani nuk është thjesht lojtar i vogël në këtë ekuacion. Irani e di shumë mirë rëndësinë e vetvetes, por gjithashtu në Teheran e dinë se ku është kufiri i tyre, sepse marrëdhënia me Kinën nuk është aleancë ushtarake, duhet ta kuptoni. As është garanci sigurie. Është marrëdhënie e pastër ekonomike me gigantin kinez që ka nevojë për naftë. Dhe ekonomia nuk lufton për ide. Ekonomia ka nevojë për stabilitet. Mesazhi i gjithë kësaj vizite të Trumpit në Pekin ishte i qartë. Mbështetja e Kinës për Iranin ka kufi. Ndaj kufi është interesi i Kinës. Irani nuk dëshiron të jetë kartë në duart e kinezëve, nga ana tjetër, por në këtë moment ai është pjesë e lojës, dhe kur nuk është në dhomë në takimin Trump-Xi Jinping. Trump dhe Xi Jinping flasin për naftën, Hormuzin dhe sigurinë dhe për shkallëzimin e situatës hipotetikisht. Sa herë flitet për këtë, Irani është aty. Është i padukshëm, është në sallë, është vendimtar, është përcaktues, është deciziv. Kina dëshiron një Iran mjaftueshëm të fortë sa për të shkaktuar dhimbje shtyllë kurrizore Amerikës, por jo aq të fortë sa të ndezë një krizë globale dhe të hyjë përplasje masive me Amerikën. Kina do thjesht rubinetin e naftës iraniane, por nuk e do luftën e Iranit. Prandaj përgjigja finale për këtë histori është Kina nuk e ka shitur Iranin. Kina thjesht i ka thënë Iranit mos i vendos interesat tona kineze në rrezik, sepse këtu ndahen rrugët. Dhe kjo nuk është thjesht politik, as marrëdhënie të jashtme, as geopolitik. Është arkitektura e re e botës, kur aleancat nuk janë më besnikëri. Aleancat janë llogari dhe këtë duhet ta keni të qartë. Në fund të gjithë kësaj, pyetja nuk është vetëm a e shiti Kina Iranin, por diçka pak më e thellë se kaq, pak më komplikuar se kaq. A kupton Irani kufirin e lojës që po luan vetë? Sepse në rendin e ri botëror, në lojën e re që po lind, askush nuk është plotësisht alat. Duhet jemi qartë për këtë. Dhe askush nuk është plotësisht i vetmuar sepse del alati kundërshtarit tonë. Kina nuk e braktisi Iranin, por as i dha Iranit karta blanka, apo kartë të bardhë, apo kartë jeshile, dritë jeshile. I dha diçka më të rrezikshme se kaq. Bashkëpunim me kushte. Dhe në geopolitik, bashkëpunimet me kushte janë gjithmonë më të forta se sa fjalët. Miq të dashur, në politikën globale asgjë nuk është kur thjesht një vizitë, as një takim, as shtrëngim duarsh, as një gotë ujë në podium. Në orët pas vizitës së fundit të presidentit amerikan në Pekin, bota po diskuton jo vetëm çfarë u thanë tavolinë, por çfarë nuk u arrit dot të thuhej. Sepse ndonjëherë dështimet më të mëdha nuk shfaqen gjithmonë në deklaratat zyrtare, por shfaqen në heshtje, në tension, shfaqen me atë që quhet body language, gjuha e trupit, dhe në mungesën e qartë të rezultateve, çka u pa qartësisht në vizitën e Trumpit në Pekin. Çfarë ndodhi në Pekin që e pan me kujdes analistët? Pan një Donald Trump i cili nuk pinte alkool prej kohës që i vdiq vllai i tij. Trump nuk pin alkool kur. As ka pirë kur alkool. Asgjë.
prej kohës që i ka vdek i vlla dhe nuk e rekomandohet. Ndërkohë e kanë parë mediat, e kanë fokusuar dhe mediat amerikane po thonë ç'ne Trump që po pi alkool dhe po pi verë dhe po pi shampaj dhe po analizojnë gjuhën e tij të trupit. Duket që Trump është në një pozicion që nuk ka marrë atë që dëshiroj nga Pekini. Në letër, takimi SBA-Kim ishte një përpjekje për një rikonfigurim të madh strategjik. Të paktën kjo u duk, në realitet u shndërrua në një test force pa rezultat. Shtetet e Bashkuara kërkonin më shumë se sa thjesht dialog ekonomik. Në sfond ishte një dosje shumë më ndjeshme. Ishte Irani, pra. Ishte siguria globale dhe kontrolli i lindjes së mesme. Këtu ishte gjithë loja. Kina nuk është më fuqia që negocion nga pozitat e pritjes. Kina sot po negocion nga pozita e interesit të ftohtë dhe do të nxjerrë Amerikën nga lindja e mesme. Interesi i Pekinit ishte tregti stabilitet, shmangja e çdo konflikti që mund të dëmtojë zinxhirët global të furnizimit, sepse Kina është fabrika e botës. Mediat amerikane janë duke e parë me shumë kujdes rezultatin. Nuk patin ndonjë avancim real, thanë ata, në çështjet strategjike mes Amerikës dhe Kinës. Bisedimet mbeten në terrenin klasik, tarifa, teknologjia dhe ekuilibra ekonomik. Por nuk u fol për luftën, nuk u fol për Iranin, nuk u fol për arkitekturën e re të lindjes së mesme ku ka përplasje të fortë Kinë-SBA. Dhe kjo është pika kyçe. Sepse kur një superfuqi kërkon mbështetje për një çështje strategjike dhe merr vetëm neutralitet, ajo nuk largohet me fitoren, nuk është një fitore. Ajo largohet në vend të fitores me një pyetje të madhe. Prandaj u ndalën shumë mediat amerikane tek gjuha e trupit. Në politikën globale, body language është shumë e rëndësishme. Mediat amerikane vunë re një element pazakon në pamjet publike të presidentit amerikan gjatë vizitës. Mbante gota, ishte i tensionuar, trokiste gotat në momente publike, lëviste i tensionuar, për dikë kjo s'do të thot asgjë, por për të tjerë vëzhgues të imët çdo devijim nga rutina personale e Trumpit shihet qartë si shenjë presioni e madh. Por nga një ana tjetër këtu duhet kujdes i madh, sepse politika moderne nuk ndërtohet mbi interpretimin emocional të imazheve, sidoqoftë ai interpretim, por ndërtohet mbi rezultate konkrete. Dhe rezultati i Pekinit, për të qenë të vërtet, ishte akull i ftohtë. Asnjë marrëveshje e madhe, as marrëveshje strategjike, asnjë përparim i dukshëm në çështjen e Iranit, dhe asnjë ndryshim real në pozicionet globale apo në targetin strategjik të secilit. Gjithçka mbeti në ekuilibër, por një ekuilibër i tensionuar dhe toksik, sepse askush nuk mundi të marrë atë që donte. Nëse Pekini ishte skena diplomatike, pa asnjë diskutim, lindja e mesme është skena reale e fuqisë. Disa analizat publikuara nga Financial Times dhe The Hill, problemi më i madh strategjik i Washingtonit nuk është vetëm Kina, por një rrjet jashtëzakonisht më kompleks se sa Kina. Është lindja e mesme, Middle East. Në qendër të këtij rrjeti qëndron një ndryshim i heshtur, por jashtëzakonisht i thellë që po trondit Washingtonin. Vendet e gjirit po fillojnë të rishikojnë marrëdhënien e tyre me Washingtonin, veçanërisht Arabia Saudite dhe të tjerët. Për dekada të gjata formula ka qenë e thjeshtë. Siguri amerikane në këmbim të energjisë dhe aleancës strategjike me Washingtonin. Kjo formulë tashmë ka nisur të kriset. Në disa kryeqytete të rëndësishme të gjirit ekziston një shqetësim gjithnjë e më i madh që vazhdon të rritet. A janë bazat ushtarake amerikane ende mburoj për aleatët e tyre, apo janë kthyer në pika tensioni?
sepse nga perspektiva e disa vendeve të rajonit, prania ushtarake amerikane nuk shihet më vetëm si mburoj për vendet e gjirit, por si një mekanizëm që mund të përdoret për operacione kundër Iranit pa koordinim të plot rajonal dhe faturën e paguajnë vendet e gjirit. Kjo krijon pasiguri dhe destabilitet ekonomik, pasiguri politike, pasiguri ushtarake dhe mbi të gjitha pasiguri sovrane, çka është më e rëndësishme se të gjitha. Dhe në këtë ekuacion, Irani vazhdon të mbetet ai që prish lojën. Sipas disa ekspertëve, Amerika duhet të ndërtojë një aleancë më të gjerë për menaxhimin e tensioneve rajonale, përfshi dhe aleancën me Kinën. Por Kina nuk ka interes të bëhet ndërmjetëse e konflikteve të tilla. Kina ka interes stabilitetin dhe të marrë naftën. Kinës nuk i intereson përballja. Dhe këtu qëndron bllokimi i situatës. Pa një ndërmjetësim të fortë global, pa një konsensus rajonal në gjirin persik dhe pa një marrëveshje të drejtë për drejtë SBA-Iran drejt për së drejti, situata do të mbetet në frigorifer. Raportime të ndryshme sugjerojnë se në vend të përshkallëzimit po ndodh një tjetër lëvizje shumë e rëndësishme. Afrimi i kujdesshëm diplomatik mes disa vendeve të gjirit dhe Teheranit. E pa imagjinuar. Jo aleancë, jo besim, por menaxhim i tensionit vendet e gjirit me Iranin. Dhe ky është një transformim historik i ekuilibrave të lojës në gjirin persik. Apo bëjnë vendet e gjirit një shkëputje të heshtur nga Washingtoni? Në dekadat e fundit, amerikanët ishin garantuesi kryesor i sigurisë në gjirin persik. Sot, roli i Amerikës po rishikohet seriozisht atje. Shumë nga vendet e rajonit po kërkojnë, edhe pse janë të balancuar, po kërkojnë më shumë autonomi, më pak varësi ushtarake dhe më shumë kontroll mbi vendimet strategjike të Washingtonit në lindjen e mesme. Janë të shumta mediat ekonomike dhe gjeopolitike të cilat thonë se kjo lidhet edhe me koston e lartë të aleancës me Washington. Kosto financiare, politike dhe kosto ushtarake i jashtëzakonshme. Në këtë kontekst, edhe ideja e marrëveshjeve të mos sulmit mes vendeve të gjirit dhe Iranit nuk është se duket krejtësisht e pamundur. Përkundrazi, po diskutohet si një mekanizëm stabilizimi, qoftë dhe i përkohshëm. Por rajoni nuk është i unifikuar. Emiratet Bashkuara Arabe dhe disa shtete të tjera kanë qëndrime shumë më të ashpra ndaj Iranit, sepse janë në aleancë me Izraelin dhe kërkojnë një menaxhim ndryshe të tensioneve. Kjo ndarje e brendshme ndërmjet vendeve të gjirit e bën situatën pak më të komplikuar dhe pak më të ndryshme nga çfarë mund të imagjinohej apo nga çfarë mund ta çojë në përmend analiza. Pra, bota po hyn në një ripozicionim global, të cilin duhet ta kuptojmë shumë mirë. Pekini nuk dha garanci, Washingtoni nuk dha konsensus dhe gjiri po ndjek me automatikisht strategjinë e vjetër. Irani mbetet qendra e një loje që askush nuk ka mundësi ta kontrollojë plotësisht. Dhe kjo nuk është një krizë me njëhershme. Ky është një tranzicion i gjatë që duhet menaxhuar me shumë kujdes. Është një ndryshim i heshtur i rendit global dhe si çdo tranzicion tjetër historik për cilin ne kemi folur vazhdimisht, ai nuk shpërthen menjëherë, nuk plas menjëherë. Grumbullohet, akumulohet me kujdes dhe më pas plas. Dhe më pas ndryshon gjithçka. Dhe në fund pyetja nuk është a ishte e suksesshme vizita e Trumpit në Kinë. Nuk është kjo pyetja. Pyetja është pak më e komplikuar. A është ende e njëjta botë që organizonte suksesin si më parë? Kjo është pyetja. Dhe përgjigjja sot është më e paqartë se kur, askush s'di ta thotë me siguri. Mund të mendoni se kjo lojë mes Pekinit dhe Washingtonit dhe Teheranit është shumë larg nesh, por në botën e sotme miq kur dridhet ngushtica e Hormuzit, valet e goditjes ndihen direkt në xhepat dhe trezat e çdo familje shqiptare. Çmimi i naftës, inflacioni, siguria nuk kanë dëshirë dhe as njohin kufi.
Leksioni i vërtet për ne është shumë më i thellë se sa ekonomia, për ne vendet e vogla. Nëse një fuqi si Kina mund të vendosë kufi të prerë një shteti me ushtri dhe naftë si Irani, po Ballkani ynë, ne jetojmë në një rajon që historikisht është përdorur si kartë shkëmbimi në tryezat e mëdhejve. Ky është realiteti i ri që na tregon se në gjeopolitik nuk ka vëllezër të mëdhej, as balanca emocionale. Ka vetëm interes të ftohtë. Kushdo që beson verbërisht tek premtimet pa kushte është i dënuar të bëhet monedhë kusuri për interesat e të tjerëve. Pikë. Prandaj për Shqipërinë dhe për shqiptarët në Ballkan, ky është momenti i zgjimit. Duhet të rrisim peshën tonë strategjike, të forcojmë shtetin dhe të mos mjaftohemi më me rolin e spektatorit që pret fatin nga jashtë. Kur bota ndryshon arkitekturën e saj, naiviteti do të na kushtoj shtrenjtë. Pyetja nuk është më çfarë bëjnë fuqitë e mëdha, por a jemi ne gati të mbrojmë interesin tonë kombëtar përpara se të tjerët na vendosin në tryezat e tyre si gosti? Mendojeni mirë këtë përpara se të flini sonte. Dhe unë duke ju falenderuar përsemërsisht për kohën tuaj të çmuar, ju ftoj t'ia çoni këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve. Qofse mendoni se ajo ka ndonjë vlerë, bëni like, share, subscribe, ndihmojeni këtë dritare, sepse besojmë se po bëjmë punë dhe po përhapim disa të vërteta të mëdha të cilat duhet t'i dinë shqiptarët dhe të gjithë ata të cilët duan t'i bashkohen përpjekjeve tona për ta ndalur zhbërjen e këtij kombi. Tek komenti i parë i pinuar dhe tek kutia e përshkrimit poshtë do të gjeni linkun nëpërmjet të cilit mund të na bashkohen. Natë të mirë për sonte dhe do të rishihemi shpejt.